Nga që me njoft. Është shumë e vërtet që ti nuk mundesh me njoft një njeri, ta përdorim ta shprehjem pa hongër një thes kryp me ta. Mirë po, pa u zgju 24 orë me atë person, nuk mundesh me i njoft asnjë veprim të tij. Po dhe bashkëjetesa këtu po, mirë po, jo tash veprimet e çati person s'kan na pëlqy, ndoshta ka marrë i dyti që kam i pas disa veprime që mund të jenë edhe të paprballueshme për ne. Kështu që na personat gjatë çati rrugtimit që muj me i njoft, për shembull do të me i testu se si janë në raport me familjet e tyre. Mas parë si janë në raport me prindërit e tyre. Për shembull, po flas nga ona e një vajze. Nëse një djalë, një burr, për asnjë çmim botë nuk i lën prindët e tij, atëherë e ki një siguri shumë të madhe se ai ka mu kujdes edhe për ty. Nëse ai din me i respektu rrethin e vet familjar, atëherë ti ke me qenë personi i respektuar në raport me te. Masni nuk mundesh me kërku rolin me zaventsu as nanën, as babën, as motrën, as vllahun të burri, sepse ti je gruaja e tij, ti e ke vendin tënd. Edhe në asnjë mënyrë nuk do të me tentu me hi në territore të cilat nuk takojnë. Ti mundesh me dhënë respektin për secilin.